kam fjalë. Jeni të papar. Nuk e besoja kohët se të dilja këtu. Me falni se nuk o prezentova që në të venë. Unë jam Niko Qarkaj. Kam lindur në qytetin e Bukut e Bukës. Gjyshin tim ma kanë varë në litar në vitin 27. Babajn tim a shfrytzuar në minjera. Mua me pin gjakun prej 36 vitesh. Djalin ma detyruan të hyp në komune në moshën 15 vjeçare dhe ike në Londër. Është e zhurmës. Po i pa i pyetje sot nuk i them tot. Por ky që drejton këtë qeveri është një diktator se nuk e ka njoft gjithë Evropa. I tham Edi Ramës, çfarë po kërkon nga populli shqiptar se të shpotësh? Don Gjak Edi Rama. Gjak do i japim. Në qësë. Zoti Rama, nëse ti do jetë njeriu, unë do jemi pari që do jap jetën në kishesh. Akoma nuk e besojnë mbështetjen tuaj. Jeni të papar. Asnjëherë në jetën time Jemi me ty. nuk kam Jemi me ty. popull ma koncentrar se në këtë vit. Bravo! Edi Rama, edhe një gjatë tjetër. Unë po shoh këtu edhe dumët me vetë. Në qoftë se ti jep urdhën për arrestimin e 12.000 vetëve, ku do i bërgosesh? Në burgu jot në Sorrel? I kërkoj gjithë popullit shqiptar, mos u dorëzoni. Në qoftë se dorëzohej sot, çdo gjë ka marrë fund. Bravo! Bravo! Zoti ju bekov, e zgjata pak se shumë, më falni, po e do fjalë i them në shpirt dhe me zemër. Bravo! Zoti ju bekov. Rama, të lutem, ik me dëshirë se populli ka dhe mënyra tjera për të shpallur nga Shqipëria. Zoti e bekoft popullin shqiptar. Rama kur Perishambul! Rama kur Perishambul! Rama kur Perishambul! Rama kur Perishambul! Rama kur Perishambul!
Rama Burg